Sali Berisha dhe qarqet e tij politike e mediatike kanë nisur të shërbejnë si shërbëtor të vegjël të biznesmenëve që e financojnë ose e bëjnë para me të dhe familjen e tij. Një nga këta biznesmen është Besnik Bami, një personazh me hije të shumta që ka marrë lejen e ndërtimit të kullës Barcelona Tower në rrugën Ibrahim Rugova. Përmendja e tij në përgjimet e rrjedhura nga mediat pranë Berishës prej dosjes së SPAK, nga celulari i drejtorit të ARSH-s Eviz Berberi, duke se ka sjell probleme në enturazhin berishian dhe doktori Plak ka nisur të vendos arna. Siç di ai, duke mbyllur një të vërtet me një të pavërtet të madhe, ai thotë se BB, i përmendur si kontakti i Carlo Bolinos, është Ben Blushi, por në realitet bëhet fjalë për Besnik Bamin, dhe kjo kuptohet qartë edhe nga tabulatet e shpërndara nga mediat pranë Berishës. Kompania e tij Bami Holding, ish Bami, është një nga kontraktorët më përfitues të punëve publike të akorduara nga qeveria, nga rrugët e kujsjellësit dhe ndërtesat publike, e deri një vit më parë kur mori lejen për ndërtimin e kullës Barcelona Tower në rrugën Ibrahim Rugova. Me fjalë të tjera, ai është një nga partnerët më të afërt të Bablokut për të kryer punë publike me paratë e buxhetit të shtetit. Por si shumica oligarkëve shqiptar, edhe Besnik Bami nuk i ndahet ides fikse se për të pasur sukses në biznes duhet i ketë duart e zëna, njërën dorë në baklava dhe tjetrën në revani. Dalja e tij në tabulatet e nxjerra nga mediat pranë Berishës ka shumë gjasa të jetë pritur keq nga protagonisti, i cili ka parë një komplot dhe duket se ka kërcënuar njerëzit që e kanë lidhur me Berishën dhe me kontaktet ku mban marrëdhënie. Të alarmuar për këtë gaf që kanë nxjerr, ata e ngarkuan Plakun e Gjergj që ta lajë gabimin, duke hapur një dizinformim të ri me një shpifje të re, për të cilat ai është mjeshtër. Por këtë herë ka prishur edhe më shumë, pasi në këtë rast Ben Blushi nuk ka asnjë lidhje, ndërsa është e qartë se bëhet fjalë për mikun e Sali Berishës, i cili ka dalë edhe në foto me të gjatë foltores së vitit 2021, ku ka qenë një nga financuesit e mëdhenj të tij, dhe ky nuk është i vetmi, pasi lista është shumë e gjatë, që nga oligarkët më të mëdhenj që marrin pjesën e luanit të tenderve milionësh nga Edi Rama, deri tek lejet e ndërtimit të kullave mbi 11 kate, të cilat ideohen dhe firmosen nga vetë kryeministri.